Thuaj lam të mirë konstipacionit kapslëkut me këto ushqime. Edhe pse kapslëku mund të shkaktohet nga kushte mjekësore ose edhe medikamentet, ka faktorë të tjerë që mund t'jenë edhe shkatrimtar të zorës suaj dhe shkaktar të kapslëkut, citon Elisabeth Blen, mjeke në Universitetin e Pittsburghut. Shumica prej nesh marrin vetëm 15 gram fibra në ditë, edhe pse ekspertët rekomandojnë të paktën 25 gram. Shumica prej nesh nuk pijnë ujë të mjaftueshme, e cila gjithashtu kontribon në kapslëk. Janë disa ushqime sipas ekspertëve që ju ndihmojnë të zgjidhni këtë problem. Kumullat e thata janë të pasura me fibra. Një grusht kumulla ka rreth 1 gram fiber. Kjo është një sasi shumë e mirë, citon Dr. Blan. Kumullat gjithashtu kanë sheqerna të fermentuara që mund të kenë efekte laksative edhe në lehtësimin e kapslëkut. Kivi sugjerohet të shtohet në dietën tuaj. Një filxhan kivi ofron 5 gram fiber plus do të merrni ushqyes dhe vitaminën C. Uji i pirë dhe portokalli gjithashtu ju vijnë në ndihmë.